Qoftë e kaluar. Faleminderit. Ajo është i qëndrueshëm për momentin. Kishte një sulm paniku. I thash disa ilaçe. Duhet i përdor ato rregullisht. Dhe kur të bëhet mirë, ka nevojë për terapi. Ai duhet të shmang stresin dhe ankthin. Sulmi i tij ishte shumë i ashpër. Shpresoj që ai do të bëhet më mirë. Faleminderit. Shërim të shpejt. Ditë të mbarë. Faleminderit. Apo shkojmë më? Do shkojmë në polici. Okan, ke frikë nga gjyshi? Kam frikë nga çfarë do të ndodhë më pas. Në momentin që policia do të shkojnë në shtëpinë e Vuralit, ai do të na pajsoj neve. Nuk dua të ketë gjakmarrje apo të lind ndonjë problem. Vëlla, të gjithë do të lëndohemi pastaj. Djalë, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të ulemi? Të ulemi dhe të heshtim, a nuk e pese çfarë i bën me ligjut përballë nesh. Mirë, në rregull. Ishte e frikshme, aso nuk mund të haroj. Qetëso vëlla. Në rregull, djalë, eja. Mblidhe veten tani. Eja, djalë. Vëlla, dua të më premtosh diçka. Nuk do të shkosh në polici, apo jo, vëlla, nuk do të shkosh në polici. Jo, nuk mund ta bëj ta. Nuk do ta lëm ti këtë ikë. Në rregull, nuk do ta lëm. Dhe ai do ta paguaj. Por le të mos shkojmë në polici, të lutem. Mirë, bëu gati të shkojmë para se të zgjohen në shtëpi. Vëlla, të lutem. Mos na fut në telashe, në rregull. Gjyshi thotë se mund të garantoj për Vuralin, por unë nuk mund t'i besoj. Ai është i përfshirë në punë të dyshimt, vëlla. Ose për ndryshe, pse do të kishte kaq shumë qenë rreth tij. Le të zbulim disi punën e tij të dyshimt së bashku, vëlla. Do të gjej një mënyrë. Eja. Vëlla, më premto. Të lutem, më premto. Më thash në rregull? Kur do të largohet ky pikëllimi i mëngjesit? Mirë mëngjesi. Më ke zgjuar herë dhe ti? Po, nuk mund të flija më shumë. Normale është, je shumë emocionuar. A i lire për hir të Zotit, të lutem, ullu tani më trego. Hajde fol. Jem shumë kurioze. Çfarë po ndodh? Për çfarë je kurioze? Vajza po dallesh ti me mua? Zotri Ateshin bëriti një muaj më parë pa i thënë askujt. Ti në ndërkohë po takoheshe me Jamanin, apo jo? Po, ashtu e bëra. Ashtu e bëra? Mirë, nëse nuk do të flasësh, mos fol. Gjithsesi, gjithçka është e qartë. E kuptove që Jamani nuk ishte serioz me ty? Atëri more gjërat nga dorë. Wow. Nëse ky s'do, tjetri do. Mashallah. Mirë është. Ndoshta askush nuk është zgjuar ende. Eja. Okan. Ku është ai? Shtrati nuk është e prekur. Okan? Okan, ai në banjë. Okan? Okan?
A je mirë, djallë? Meri këta. Do t'i marrësh donat para se të flesh. Në rregull? Ndërsa këto do t'i marrësh sa herë që ndihesh keq. Doktori tha kështu është shkruar gjithçka. Mirë pasha? Shoh se duhet të pastrohesh. Nuk është e nevojshme vëlla. Mos u qetëso për mua. Jam mirë unë. Unë jam mirë. Në rregull. Do t'ju them tani të bëj një supë për ty. Rri në shtrat sot. Po shoh pak. Në rregull? Vëlla. Nëse të ndodh diçka, shko bëj një dush. Të vjen era E bëre të madhe këtë punë. Mund ta bësh edhe ti. Hajde. Oh, zoti të mallkoft, zoti Xhemile. Këtë po ta them nga zemra. Zoti të mallkoft. Mere prapa. Erdha të kontrolloj nëse e mirë ti. Doja të shihja si po kalon. Unë i ka jashtë pasi dëgjova zhurmën. Çfarë ndodhi? A je çmendur ti? Po jam çmendur. Unë jam çmendur. Jam duke përjetuar kriza tani. Asun brëm nuk isha mirë, por tani ndihem më mirë. Me lihu shpëtoj, a? A nuk është kështu? Zotri Omer po e dërgon në Gjermani. Si e ka arritur këtë? Ha? Si e ka bërë atë gjë? A do të dish të vërtetën, motër Xhemile? Ha? Okan, çfarë po ndodh, po më tromp. Meli? Ka vdekur. Ka vdekur, Meli. Gjyshi. Po e pshe. Por Vurali, preofiqe. Jo. E odhi në lice. Jo. Kur e gjetën telefonin e ti në dhomë, fajsuan të gjorin, pse nuk e mbrojte? Ti pse nuk e mbrojte, ha? Pse nuk e shpëtove? Pse u largove ka shpejti? Ma thuaj këtë gjë pse? Çfarë mund të kisha bërë unë? Më trego. Çfarë mund të kisha bërë? Kjo është e gjitha për shkakun tënd. Ti po përpiqesh të më fajsosh mua? Mos e bëj. Mos. Ti e vrasës i Meliut. Ti e vrasëse. Më dëgjo. Si do ta dija unë që Vuralli do të vinte dhe do ta gjente telefonin? Dhe do vjen do kontrollon shtëpinë dhe do e fajson? Ti nuk e di. Pse nuk më dëgjon? Ti je kaq ignorante. Ata xhermuan sinjalin e telefonit. Të thash, apo jo? E dija që do ta bëje këtë. Prandaj të thash të mos merresh me të. Të thash të mos e prekësh. A nuk ta thash këtë gjë? Kur do e gjenin? Unë do t'i kisha thënë se dikush e groposi atje për të na inkuadruar. Në këtë mënyrë do të kishim shpëtuar. Ha? Tani na ka mbetur ne. Mirë, po pse nuk më tregove mua? Pse nuk më tregove për këto? Dal, në rregull, ndalo. Ndalo, Okan, ndalo. A e din vëllezërit e tu? Jam, ani nuk di asgjë, mirë? Ai nuk di asgjë, nuk dua që ai të di asgjë, mirë? Do ta mbashkoj në mbyllur. Më dëgjove. Po ateshi? Ke friksa, deshe e di për këtë, apo? Ke të drejt. Nuk e di se çfarë do të ndodh me mua, po vëlla im do të bëj mirë. Çfarë i the ati? Më duhet të gënjej atë. Duhej. Unë i thash, Bora dhe Meliu kishin debatuar më parë. I thash pikërisht atë që i thash gjyshit tim. Mirë. Mirë të lumt atëherë. Pas ke shpëtuar nga kjo. Mirë ke bërë, do të na ngatronin. Më vjen shumë keq vetëm për Meliun. Ai ishte i pafajshëm, ishte si një engjëll. Ishte si një... Motra Xhemile!
Dil jashtë. Dil psikup. Dil jashtë. Dil. Në rregull. Ti psikopat. Manjak. Mirë më njës, motra ime e bukur. Eja ullë pranë me, eja. Kam mësime, duhet të dalë tani. Eja, është herët, do të shkosh më vonë. Do të flasë diçka me ty, eja. Shiko, kunata jote të gatoj vezet e tua të preferuara. Duhet të hash pak, mos lejo të thrasin nusja e dobët. Në rregull, mirë. Unë do të marr pak nga kjo. Vajzë, po duke siguri është atë zënë. Qarë po thua, Nesrin? Si mund të thuash kështu, ha? Ai mirë. Çfarë ke që për të gjithë kohës? Ashtu papritur më doli nga goja. Ai nuk ka ngria supën dje. Kjo ishte pse. Që një është për çdo gjë. E kam pak stomakun keq, prandaj. Tani e tutje, do të flasës si duhet me të në këtë shtëpi. Më kuptove, Nesrin? A e kuptove? Kuptova. Në fund të fundit edhe unë jam në shërbim të saj, do ta trajtoj me respekt, mos u shqetëso. Unë nuk pres asgjë nga askush kunat. Çfarë do të thotë motër? Sigurisht do të presësh, ti do t'jesh nusja e tyre e madhe. Kam dëgjuar kur ata po flisnin se si zotri Omeri do t'i dorëzoj të gjithë pasurinë e tij zotri Ateshit. Do të bëhesh mbretëresh, motra ime e bukur. Mos jeni shumë modeste, për ndryshe askush nuk do t'ju respektoj. Shiko tani, kjo mërzit. Do jetë e vështirë për ty që të na japësh urdhra. Të lutem le të mos flasim për këtë gjë në mëngjes. Le të flasim tani, motra ime. Në fakt, është koha për të folur për këto gjëra. Shiko, mbrëm unë i mendoj disa gjëra. Zotri Ateshi duhet më jap një punë në fabrikë. Dhe gjithashtu ai mund të më rregulloj një pak të mirë. Pastaj kunata jote mund ta ndaloj së punuari. Ajo do ulet në shtëpi dhe do kujdeset për babain dhe fëmijët. Duhet flasësh me dhëndrin. Në rregull? Unë nuk do të flas asgjë me askënd. Martesa ime me Ateshin nuk do të ndryshoj asgjë në jetën e asnjërit. Vajz, mos më çmend. Unë nuk do t'jem kunati Ateshit. Nuk mund të vazhdoj të mbledh plehra këto. A më kupton? Bëj të paktën të respektuar familjen, veten tënde dhe mua. Përse e pranë meje? Mos ki frik, asgjë nuk ndodhi. Në rregull. Këtu të zuri gjumi dhe kur të pash u shtriva pranë teje. E çfarë të keqe ka këtu? Nuk folëm ne për këtë, Elena, të kam shpjeguar tash, po pse po përpiqesh akoma? Nuk po përpiqem. Dua që ne të mësohemi me këtë Yaman. A është keq duke fjetur së bashku? Mos më prek mua, mos më prek. Ne fjetëm shumë mirë, përse po tregohesh kaq i pasjellshëm? Nuk e kuptoj, pra qenë ka e pamundur. Nuk do t'jetë. Ne nuk do t'jemi kur burë e grua, në rregull, kuptoje më këtë. Nuk do ta kuptoj. Sepse nuk e kuptoj qëndrimin tënd qesharak apo pse po ikën. Nuk e kuptoj. Çfarë do thotë që nuk mund të më prekësh? Të kërkova të shkonim te një mjek dhe ti më the jo. Mua, mos më këmbëngull. Yaman, ku po shkon? Po flasim. Do të bëj një dush, dil jashtë. Ku të shkoj unë? Ha? Atë ende me një këmish duke thënë se buri nuk më do? Atë ndërroj rroba dhe dil jashtë, nuk dua të dëgjoj asnjë fjalë. Ku ishe gjithë natën? Le të flasim për këtë më mirë. Elena, dil. Urdhëro. Mirëmëngjes, vlla. Mirëmëngjes. A erdhi Ateshi dhe Okani në shtëpinë brëm? Çfarë ndodhi? Pse po pyet për niverin tim? Unë po shkoj në fabrikë, do të flasim atje. Por së pari më trego çfarë ndodhi. Erdha. Baba, mëngjezi është gati, hajt. Jo, tani më duhet të shkoj me njerë në fabrikë. Thuaj Ateshit dhe Okanit të më ndjekin. Në rregull, do t'ju them. E dëshironi t'ua bëj edhe një kafe zotri Atesh? Duhet të jetë stor ajo.
Jo, faleminderit shumë Nesrin. Në rregull. Mirëmëngjes, jeta ime. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mbrëmë më the se do kontrolloj Okanin dhe të dy u zhduket. Mendoj se keni ardhur nga mëngjezi. Kontrollova dhomën tuaj, shtrati ishte bosh. Në rregull. Nuk dëshiron të flasësh për këtë. Atëre po të pyes, ku isha? Ka ndonjë gjë tjetër që doni? Sunja Gülfem? Buka e freskët, ku është? Nuk isha njeri për të dërguar në furr, me lihu. E la punën pra. Ashtu? Nuk e pas ka thyer këmbët? Po, por Ajda dërheqen për kompenzim, sepse u kishte shumë borxh banka. Babaj do t'i kish dhënë paradhënie dhe do ta kish zbritur nga paga e tij. Ka punuar këtu për kaq shumë vite. Si mund të largohet kështu? Për bisedën u habita. Ai u largua pa jetën lëm të mirash njerit prej nesh. Por ai ka disa të afër në Gjermani, ka shkuar aty. Kështu më tha Qitini. E po mirë. Rëndësi ka të jetë mirë. Por duke u larguar kështu, nuk e di. Ai ishin djalë i mirë apo jo atesh? Tani duhet kërkojmë dikë tjetër në vend të tij. Qetini mund ta zvendësoj ata. Në rregull, sigurisht. Keni nevojë për ndonjë gjë tjetër? Jo, faleminderit. Ju bëft mirë. Faleminderit Nesrin. Ku është gjyshi? Ai shkoi në fabrik, tha që Okani dhe ti duhet të shkoni me njëherë mbas tij. Okani po fle, mos e zgjo. Unë do të shkoj. Bir, ku po shkon? Shiko, po ti nuk e ngre asgjë. Mirë, nuk jam shumë i uritur. Në rregull? Të thash, mos e zgjo Okanin. Mirupafshim. Unë jam i përgjumur, nuk dua asgjë. Del jashtë tani. Dua të fle në rregull. Ai është mor. Po kam dhimbje koke. Më pas ke thirrën brëm, çfarë ndodhi? Gjyshi i dha fund partneritetit me Vuralin. Të thira 100 herë në telefon, pse nuk u përgjigje? Ti nuk përgjigjesh, në rregull, mirë, por pse nuk përgjigjesh? Mund të kishe thënë diçka. Nuk po ndihesha mirë, e din edhe ti. Dhe ço djalë, mos më foli shtrirë kështu. Bëhet fjalë për parat. Vurali i tha gjyshit se investoj pjesën me ty më të madhe të parave dhe kërkon më shumë aksione, ndaj ndërpreu. Përshëndetje. Përshëndetje, si e Feraje? Xhaxha Muhsin? Urdhroni? Si he? Mirë, faleminderit, mirë, e kemi pak të vështirë në ngjitjen e shkallave. Vendosa të ulem këtu dhe ti dhe një sy për rreth. Mirë e ke menduar. Në shkollë? Unë do të tërkoj. Jo, mos dilni së bashku, as se si nuk bën. Njerëzit do të fillojnë të paragjykojnë, pa e ditur në najo yte nuk do të ishte në rregull. Mbron Feraja tha se kishte gjëra për të folur, por sinqerisht më shqetësoi, isha i shqetësuar. A ka ndodhur diçka? A mos ka ndodhur diçka? Jo asgjë. Çfarë mund të ndodh? Mos u mërzit ti. Fola unë me gjyshin tim, ai e di. Do të flasë me nënën time dhe do të rregulloj gjithçka. Në rregull. Feraja, mos u vano. Miru bapshim o vonë, baba. Sukses në shkollë vi. Nuk duhet të zemrosh me ateshin për asgjë. Çfarë do të bësh duke zbritur poshtë? Prit një sekond. Ajo që di për ty dhe Ferajën. Shiko djalë, unë jam zemruar tashmë me ty. Ti e di edhe nuk më the. Tani mos e përzinë këtë punë. Mirë, por ti e që nuk po mendon qartë. Nuk e dija si do të reagoj, po të thoja diçka. Dhe nuk duhet të jesh kaq i dhuruar për këtë vëlla. Shiko, kështu duhet të bësh. Ai që duhet të bësh është që të shkosh dhe të flasësh me të dhe të thoni para Lenës, Feraj dhe unë kishim një të kaluar. Pastaj, ai do të ndërpres kontaktin me të mirë. Ai gjithsesi do të heq dorë nga martesa me të. Më beso mua. Mirë, do të heq dorë. Më beso, do të funksionoj kjo. Pas gjithçka që ka ndodhur, duhet të veproj si bastard unë tani. Vëlla, Feraja tash me të urrend, mjaftueshëm. Eshe, sa e zgjat punën vetëm sa për të hakmar, nuk dua të humbasësh asgjë, vëlla. Okan, shko të flesh. Faleminderit. Faleminderit, është faim që mendoj për ty. Unë kam mjaft problemet e mia. Çfarë duhet të them? Jam lodhur vërtet, duke u përballur me dhimbjen e dashurisë. Përveç kësaj ti duhet të marrësh pjesë në ceremoni.
të ulesh dhe të shikosh aty. Po përpiqesh të më zemërosh Jam mua. duke u përpjekur të jap një zgjidhje. Të them të shkosh dhe të flasësh me të. Thjesht përfundoje këtë. S'ke shans tjetër vëlla. A ke? Nuk ke. Kjo është rruga jote e fundit. Prit pak, ku po shkon ashtu? Largon shporën. Nuk po shkoj askund. Dikush duhet të ta thotë të vërtetën ty. Atë që erdhi në shtëpinë tonë mbrëm. Ai tha se dëshiron të martohet me Ferajen. Ajo po të tradhtonte ty? Feraje nuk më tradhtoi mua. Ajo është zemëruar me mua në rregull. Kjo është arsyeja pse ajo i bën të gjitha këto për të më lënduar. Duhet të mbyllësh gojen, ose për ndryshe. Ti po nxjerr zemrimin me mua sepse s'ke çka bën. Nuk do të dëgjosh të vërtetën. A nuk ke as pak krenariti, ha? Vëllai yt erdhi këtu një muaj më parë për Ferajen, dhe ata po takoheshin fshehur azi. Mos më gënje! Çfarë gënjeshtre thua? I tha Muhsinit, i tha se e duam njëri tjetrin. Aty ishte edhe Nesrini, të gjithë e dëgjuan. Nëse nuk më beson, shko pyetje atë. Ajo të shikonte në sy dhe argëtohej me vëllain tënd. Ajo të tradhtoi. Nuk e di nëse kanë marrë shtëpi me qira apo kanë shkuar në hotel. Çfarëdo që të bënte, ajo arriti të mbështillte rreth gishtit të saj. U tërpërova para Muhsinit. Nuk thash asgjë që të mos mërzitej. Jaft. Hesht. Mjaft. Nuk e duroj dot. Hesht. Djali im. Nuk dukesh mirë ti. Ti je i mirë, mos ja bëj këtë vetes. Ata thonë se gjithçka ndodh për një arsye. Gjithçka. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi. Duhet të më falenderosh mua. Unë të shpëtova nga duart e djallit ty. Mirë, nuk kam asgjë për të thënë gjithsesi. Duhet të rish fort pas vajzës time të pafajshme. A kuptove? Ajo të ka dashur gjithmonë. Dhe ajo do të doj për pjesën tjetër të jetës së saj. Më vjen keq. Prit. Mos thuaj se të vjen keq. Ti po kërkon falje sepse nuk mund të gënjesh, apo jo? Çfarë ndodhi, Feraja? Je takuar me të? Po. Këm nguli shumë. Por unë i dhash përgjigjen atij. Si? Tash se dua dika tjetër. Dhe do të martohem edhe unë. Ai nuk mund të më shqetësoj më. E kuptoj. Feraja. Kjo është pak se ndjeshme për mua. Sepse gjithë përveç në nësime e din që unë do të martohem me ty. Nëse e takuar me dika tjetër në mes të natës, s'do t'jem në gjendje ta shpjegoj. Po, ke të drejtë. Gjithashtu, Feraja, s'më pëlqejnë situatat që nuk mund t'i kontrolloj vetë. Duhet të jem unë që i tërheq renat ose për ndryshe. Pra, mund të mërzitem pak. Pra, nëse e njeri të shqetëson përsëri, unë duhet të di i pari. Unë do t'jap përgjigjen. Eja, mos përshiko kështu.
Vetëm dua që të dish më shumë për mua, kjo është e gjitha. Përveç kësaj, gënjeshtra gjëja që urrej më shumë në botë. Ma marr parasysh arsyeën për ta. Mos më vendos kurrë në këtë situatë. Në rregull. Ke ngrënë mëngjes? Po. Eja tani do të lënë në shkollë. Kam të drejtë për me lihun, vlla, por niprit e tu erdhën tek unë, si kur të bënë një bastisje. Nuk bëra gjë sepse janë niprit e tu. Por ndryshe sot ateshin do të kishte vdekur. Zgjidhi fjalët me kujdes. Vlla, deri më sot, nuk kam treguar mos respekt ndaj teje as pak. Të kam dashur gjithmonë si kur të ishe vëllau im, baba im, kështu të respektova. Prandaj dërgove njerëz në shtëpinë time? Empatia. Ka një fjalë që quhet empati. Tani do të kisha shumë dëshirë të më kuptoje mua pak. Vëlla, djali im po vdes. Nuk e di sa i kam mbetur për t'jetuar. Për herë të parë në jetë ndihem kështu i pafuqishëm. Nuk dua ta varos djalin tim. Unë dua që ai të më varos. A nuk do ta dëshiroje edhe ti këtë? Ha? A nuk do të doje të vdisje para Ahmetit, vëlla? Shiko pak, kanë kaluar vite nga vdekja e tij. Por kur e përmendin atë, ti ende dridhesh. Por të paktën ai nën kujdesin tënd i la 3 djemt e tij si Luana. Ti i përqafove. Unë ngushëllove me ta. Unë çfarë duhet të bëj? Çfarë më ka mbetur mua? Një djalë i shtrirë në spital, një djalë që unë nuk e di se kur do të vdes. Nuk të thash se e ke gabim. Ti duhet të qëndroje pranë meje, jo kundër meje. Vëlla Omer, ke të drejtë. Unë jam gati të harroj gjithçka. Po edhe ti duhet ta bësh, për të mos e prishur partneritetin, vëlla. Ateshi nuk do të ullet në të njëjtën tavolinë me ty. Vëlla, unë e di që ti ke shumë borxhe. Unë gjithashtu e di që ti ke marrë kredin nga banka për vite me radhë. Mirë e di që nuk mund të hapësh atë fabrikë vetëm. Çfarë do të bësh? Do të shes tokat. Më duhet të krijoj një biznes të mirë me familjet e mi, përndryshe ata do t'ikin. Vëlla, mos. Nuk ke nevojë. Ndoshta tashmë është koha e përshtatshme që fëmijët ta dinë të vërtetën. Se si baba i tyre ju lë borxh para se të largohet prej jush. Dhe si e shpërdoroi pasurinë e familjes së tij. Kështu mendoj unë. Jo. Ata nuk e kanë ditur asnjëherë. Dhe kështu do të vazhdoj tani e tutje. Në rregull, vëlla. Kam një propozim për ty. Nëse e pranon këtë ofertë, nuk do të kesh nevojë të shesësh asgjë. Çfarëdo që ke, do të mbetet e ytja. Si ashtu? Do të vazhdoj të transferoj shumë të mëdha parash në fabrikë, por pastaj unë do t'i marr ato para të pastruara dhe të regjistruara. Jo. Mos më ngatro me gjëra të tilla. Vëlla, ti nuk ke as pak nevojë të përfshihesh. Shiko, gjysma e parave që transferojnë në fabrikë janë tuat. Gjysma tjetër, ti do të paguash kredi që ke marrë nga bankat. Do paguash borxhet e tua. Ateshi nuk ka pse të di për këtë. Do të ta trajtojmë disi. Mendo për këtë, vëlla. Do të flasim më vonë.
A i ke lidhur dhitë, ha? Dhitë, a i ke lidhur ti? A e pajtuar me burin tënd? Po, sigurisht se u pajtova. Nën, me qëra fjalla. Në rregull. Ti the mos ndërhy dhe nuk do të ndërhy. Por mos me jep kur më qëndrim përballë njerëzve të tjerë. Ai nën, ti hyre si një bombë mes nesh. Çfarë duhet të kisha bërë? E bëra mos e teprosh. Madje ti ende më ankohesh. Alena, sot zonja Hala do të vi për çaj tek ne, gruaja e guvernatorit. Në rregull. Vish diçka me stil, elegant, por të thjesht. Sigurisht. Ti dhe Nesrini mund të përgatisni disa ëmbëlsira, Xhemile. E atëherë të shkoj të bëjmë gati. E dëgjove çfarë tha ajo? Çfarë ndodhi nën? Unë e linda personin që ajo do ta prezantoj si nusen e saj. Unë jam nëna yte. Ajo ende sillet sikur jam shërptore. Edhe ti po e lejon atë gjë. Hoj nën, të lutem, mos u sill vërdall. Shko ulu në shtëpi, ai do të mësohet me të lutem. Nuk do të shkoj. Ti vazhdon të shmangësh dhe kjo më shqetëson më shumë. Do të kërkoj mobilje, po kaloj në dhomën time. Unë nuk jam ajo Xhemile e vjetër. Dhe mos ki frikë nga kjo gruaja. Asgjë nuk do të ndodh. Unë jam krushka e saj. Nën, shiko, do të flasim për këtë më vonë. Mirë, një mysafir shumë i rëndësishëm po vjen, mos shkakto të lashe. Edhe ti e di ti funksionon në rezidencë, tregoj Nesrin ajo të kujdeset për të. Ti qëndron në shtëpi për hatrin tim, të lutem. Në rregull? Nuk po shkoj unë askund. Nuk do të bëhet si dëshiron ajo. Do të ulem aty dhe do të them që jam nëna e nuses. Nëse do të kishte diçka për të bërë, do ta kisha bërë. A të takon ty të shpëtosh me lihun? Zoti na ndihmoft. Okan? Më thiri gjyshi dhe më tha të vija, Vurali i tregoj ati. I vendose një armë në kokë. Bravo për ty. Nuk të kam pagzuar atesh për sërkoti. Ti e njësoj si unë. Nuk dërzohesh. Të lumt. Ne nuk ngjajmë me njëri tjetrin gjysh. A e di pse, ha? Sepse nuk do të kisha dërguar me lihun në vdekje me vetdije. Si që bëre ti. A i rau djalin e burrit dhe e hodhi në liqen. Çfarë duhet e kisha thënë? Ma thuaj, si mund të ndaloj Vurallin? E di se ku fillojnë gabimet. Sikur të kishit ardhur tek unë që në fillim dhe të më kishit njoftuar se Meliu dhe Bora u grinden, do të kishe larguar me njëherë. Do të kisha humbur gjurmët e tij. Asgjë nuk do t'i kishte ndodhur atij djalit të çmendur apo Meliut. Nuk mendoj se Bora ishte kaq psikopat, të them të drejtën. Mendova se Bora nuk do ta ndiqte. Do të isha më i kujdesshëm. Nëse futesh në balt, do të bëhesh pis. Është kaq e thjeshtë. Por ti je ende i ri. E gjithë kjo është përvojë jetësore. Higjori Melik ishte djalë pa fat. Më vjen shumë keq. Por ne nuk mund të bënim asgjë. Le të mos debatojmë më shumë. E vërtet, ne s'mund të pajtohemi me ta. Për këtë arsye, edhe njëherë, Vuralli nuk do të hyjë nga kjo derë. Mjaft, mos më fol mua sikur po mi. Unë i dhash fund partneritetit ton me Vurallin. Tani tutje është vetëm bade. Çfarë lloj fundi është ky? Jo, nuk është Vuralli, por bade, apo mashtroni Edhe fëmijë. një herë. Mos më ndërpret fjalën. Edhe mua, mos më ngrit zërin. Gjysh! Unë thash po për çdo gjë që thua. Mos më bëj me nerva tani. Bade bëri shumë përpjekje në fabrikë. E lash të mbaj një pjesë të vogël. Do të ishte e vrashtë i ofroje një rrogë, gjithashtu nuk është paji i saj. Do të jetë si punëtore, nuk do të ketë fjalë si partnere. Mirë. Kështu do të jetë. Ashtu siç u pajtua. Ti do të jesh në krye të fabrikës. Ky djalë i vogël do të kujdeset për finansat. Bade do të ndihmoj gjithashtu atë. Ka ndonjë gjë tjetër të paqartë? Jo. Mirë. Me Vurallin mos debato.
Qëndro larg atij. Ateshi është goxha i hapur, apo jo? A i kaloi direkt në pik. Xhaxha Musini duhet të qenë shumë i befasuar. Ai nuk mund të kuptonte. U bind vetëm pasi Ateshi tha se kemi 1 muaj që jemi bashkë. A i rregulloi si duhet. Ai është i zgjuar, më pëlqeu. Dhe e besoj ajo e çmendura Xhemile. Le të themi se i përshtatet asaj. Unë ika prej saj. Shpëtova fëmijën tim. Ajo nuk dinte se çfarë të bënte. Ajo është një psikopate e çmendur, më beso. Në rregull tani, kaloj. E dashura ime, shiko, gjithçka po bëhet më mirë. Largo pa nga tema, të lutem. O, po tallesh tani me mua, largohu. Yaman, Çfarë po ndodh? Nuk mund të futesh brenda kështu. E me mua do të flas. jo, mos u bëj çesharak. Dil tani për ndryshe do ta tras sigurimin. Të bësh një sken, shiko sigurimi do të jetë këtu së Po shtëpi. të doni bëri thiri dhe në ushtri, nuk më intereson, do vish me mua. Në rregull, dil jashtë po vi. Në rregull të thash. Feraja ka ndonjë problem? Vetëm një problem i vogël, do ta rregulloj dhe do të kthehemi një herë. A je sigurt? Po. A është të vërtet më thoj diçka. Për çfarë po flet? Çfarë dëshiron të dish? Vëllai im, u kthye 1 muaj më parë. Ju të dy jeni takuar shehur asi. Feroj, thuaj diçka. A është të vërtet, thuaj diçka. Më trego. Vërtet është. Ti, çfarë ke bërë? Çfarë ke bërë ti? Si e bëre këtë? Më le mua dhe takoheshe me të? Kam mbaruar. Ti je ajo që e meriton këtë. Më vjen. Mua më vjen turp. Turp nga ti. Unë po ndjej turp. Nuk mund të ikësh ashtu. Nuk mundesh. Nuk mund të ikësh kështu. Kur dëgjove për Alenën, ke dashur ta vrasësh veten. Me ke thënë gjëra të lënduesh me mua. Nëse më trastoje mua, çfarë kishe nevojë gjithë kjo? Qa Ateshi? Do ndonte të martohej me mua, nuk e dija. Lërgohu më nga këtu. Feraja, mund të hapësh derën, të lutem. Ti më the do doja që të mos isha kur i lumtur. As ti nuk do t'jesh i lumtur. As edhe për një ditë. Nuk do t'jesh kur e lumtur as për një moment. Shumë rënd do t'a paguash për këtë. E tha të nga dal. Feraja, je mirë. Feraje, në rregull. A je mirë? Damla, sill pak ujë, të lutem. Më shiko mua. Kaloj e dashur.
Përbes të gjithë do të habiten kur do të dëgjojnë. Alejna, kush është nëna dhe baba yt? Ndoshta mund të njoh familjen tënde? Jo, nuk ke nga ta dish. Ajo nuk është prej këtu. Aliena është një vajzë nga një familje shumë e mirë nga Ankaraja. Por ajo humbi baban e saj në moshë shumë të re dhe jo shumë kohë më parë, ajo humbi edhe nënën e saj në një aksident automobilistik. Vërtet? Më vjen shumë keq që e dëgjoj këtë, Alejna, ngushëllimet e mia. Faleminderit. Prandaj ne menduam të mos bënin dasëm. Të afërmit e saj kërkuan një ceremoni të vogël dhe ne e respektuam vendimin e tyre. Tani, a je mësuar me këtë vend pas Ankaras, apo? Po, jam mësuar. Nëna Gylfen më ndihmoi shumë. Ajo nuk më la asnjëherë vetëm. Mirë se erdhe, zonja Hale. Si jeni ju? Shumë faleminderit, mirë se ju gjeta. Unë isha duke ikur. A dëshironi një çaj freskue, zonja Alejna? Jo, faleminderit. Unë nuk dua. Keni nevoj për ndonjë gjë tjetër, zonja Gylfen? Mund të largohesh, Nesrin. Motra Gjemile, çfarë ishte kjo tani? A e di se çfarë i tha zonja Gylfen para se të arishti? Se babaja Alenës vdiq kur ishte ajo e vogël. Dhe së fundmi, nëna saj vdiqën në aksident me makinë. Alena nuk e hapi gojën për të thënë as edhe një fjalë. Motor ndoshta ata duhet të kenë rënë dakord që më parë për t'u thënë këtë njerëzve. O Zot! Zotit e dhënë turim, motër. Çfarë mund të them tjetër nuk e di. Vajza jote fjalë për fjalë të varrosit të gjallë. Unë po shkoj të marrë gotat poshtë. Sigurisht egoja e zotri Jamanit u lëndua, prandaj të sulmon, idioti. Mos u shqetëso për kërcënimet e Jamanit, në rregull, ai nuk mund të bëjë asgjë. Nëse gjyshi i tij mëson për ju të dy, ai do ta shkatrojë ata. No, ofendoi ai mua. I pranova të gjitha. Të gjithë i pranova që të mos kishte asnjë dyshim në mendjen e tij. Më shiko mua, më shtyn vazhdimisht në një çosht, më detyrojnë të gënjej gjatë gjithë kohës. Unë nuk mund të shoh babain tim në sy më. Mos u bëj kaq budallaqe, mos e thuaj këtë. Mos guxo të fajsosh veten, në rregull? Ti ishe dashuruar me një bastard, i besove atij, ai të mashtroi. Kjo është e gjitha, pik. Në rregull? Më vjen mirë që kjo i ndodhi Jamanit. Lëre të kuptoj se si është të mashtrohesh. Ti Ahmet vërtet mendon se mund të më ngushëllosh kështu mua? E vetmja gjë që doja ishte të mos ia shihja fytyrën atij, për të mos e dëgjuar zërin e tij. Unë do të vazhdoja jetën time sikur ai të mos ekzistonte dhe s'do kthehesha kurrë. E di, princesha ime krenare, e di. Thonë se çdo gjë i vjen atij që pret, apo jo? Pra në këtë rast kam frikë se kjo është ajo që duhet të kalojmë. Ne do të marrim frymë thellë, do të besojmë se do të kaloj. Pastaj kur të lindesh fëmijën, ne do të largohemi nga ky vend së bashku. Do të fillosh një jetë të re. Mirë? Por tani bëj pak durim dhe injoro atë që po ndodh. Hajde le të shkojmë, të lutem.
Ateshi, po pyet nëse mësimi im ka mbaruar. Pse? Mos ndoshta Jamani... Po unë çfarë thash, Alena? Të flasësh me nënën tënde? Apo jo? A nuk duhet kishte ndodhur kështu? Keni të drejtë. I thash të mos vinte, por... Fol me të tani, mos më detyro të flas unë me të. Nën, le të mos flasim këtu, do flasim në dhomë. Nën, mund të ta shpjegoj. Çfarë do të shpjegosh ti? Ti u bashkove me Gylfemin dhe tha se nëna ime vdiq? E pa turpshme. Nuk ke turp. Nuk të vjen turp të më shikosh në sy. Kam humbur gjithë rinin time për ty unë. E din këtë? Nuk e dija se si ishte të jesh femër. Të përkushtohesh atërësisht ty. A kështu po ma kthen tani, ha? E dija shumë mirë se do e bëje këtë. Prandaj nuk guxova të ta them. Në vend që të më pyesesh përse ti musulman. Vajza je plotësisht jashtë mendjes. Ha nuk të bron koka fare. Ajo grua padyshim po të ngatëron ty. Pse dikush tjetër duhet të gënjej dhe të thotë se nëna e saj ka vdekur? Sepse më vjen turp. Nuk doja që njerëzit të më poshtronin dhe të flasin pa shpine se çfarë vajze jam unë. Nëse zonja Halet a dinte se ti ishe nëna ime, a do më kishte trajtuar në këtë mënyrë? Të lutem, mundo të më kuptosh pak, të lutem. Unë dua të kem një jetë tjetër, ti duhet të më mbështesësh. Pse më shikon ashtu, nën? A nuk the se kisha të drejtë kur thash se nuk do të doja të jetoja si ti? Doja që të ishe lumtur. Atëherë, më lër të qetë. Gjithmonë më shqetëson me kërkesat e tua, se do një dhomë, rroba dhe gjëra të tjera. Unë sapo u martova, më lër të mësohem me këtë. Lem të më duam pak, por jo ti. Ti gjithmonë mendon vetëm për veten tënde, nuk mendon asgjë tjetër. A kështu kujdesesh për mua, nën? Më thuaj, nën. Në rregull. Bia ime në rregull. Mirë, në rregull. Le të bëjmë një bisedë të duhur. Ajo grua padyshim po të ngatron. Ajo grua nuk bëri asgjë. Mos më trajto si kur jam budallaqe. Me të vërtet po më bën me nerva. Gylfemi nuk bëri asgjë. Vetë e mora atë vendim. Vetë unë. Mallkuar qoftë ti gjithmudi që kam bërë unë për ty. Po të mos kishte ndihmuar kjo nëna egoiste për të cilën të vjen turp ty, ti nuk do kishe vërnuse. Unë bëra gjithçka vetëm për ty. Çfarë bëre ti? Mos më njohse. Çfarë ke bërë për mua ti, çfarë? Ndalose kërkuari përfitime nga gjithçka. Ai vure një armë Jamanit në kokë dhe na detyrove të martohemi. Buri im më martoi me dëshirë, në rregull. Mirë. Në rregull, mirë. Nuk e di se çfarë të them tjetër unë. Ke të drejtë. Sigurisht kam të drejtë. Edhe ashtu, nuk më besove kur thash se Jamani më donte. Kur Jamani më kërkoi të martohesha me të, atëherë më besove? A është gënjeshtër? Ashtu është. Ke të drejtë. A e sheh Gylfemin të cilën nuk e pëlqen dhe e uren? Ajo është një nën shumë më e mirë se ti. Ajo më mbështeti vetëm që djali i saj të ishte i lumtur dhe i qetë. Ti, në vend që të jesh e lumtur për vajzën tënde, ti qan për atë që nuk e more. Atëherë tani e tutje do thrasësh atë nën. Uf, nën, mos e tepro. Gjithsesi tashmë më ke varrosur të gjallë në tokë. Me të vërtet, të lutem, më lër të qetë. Shko të jetosh në shtëpinë tënde. Nuk ke nevojë të punosh, nuk duhet të bësh asgjë. Unë do të mbështes, unë do të bëj gjithçka që dëshiron, por të lutem, më lër të qetë. Çfarë do të bëj më shumë? Kam harxuar veten për ty, e kam tretur. E kam tretur të tërën. Uf! Uf! Kemi? Nuk ka asgjë të keq, apo jo?
Jo. Do të flas me nënën time pas darkës, doja të njoftoja më parë për këtë gjë. Unë do të shkoj te Hazalli atëherë. Do të ishte më mirë nëse nuk jam pranë. Çfarë do të thotë kjo? Nëna jote do të zëmrohet. Kam frikë se mund të ndodhë diçka e keqe. Drita ime hënës? Mos u shqetëso. Oho. Dhe ke haruar kuptimin e emrit tënd. Jo, ashtu thjesht u befasova. Thjesht unë po mundohem të të bëj pak më të lumtur, Feraje. Gjithsesi, ti ke drejt për nënën time. Ajo mund të shkaktoj të lashe kur të mësoj, por unë do të merr me ta. Nuk do të lejoj që ajo të mërzis ty. Por për shkak të kësaj nuk ke pse të ikësh askund. Në rregull? Unë dua që ti të jesh e qetë. Në rregull. Unë do t'i marr vetes një kafe, por ti pyet e zonjën e vogël nëse dëshiron një tort me çokoladë. Nuk dua. Nëse s'do të ishte problem. Nuk do drita e hënës. Feraje. Unë thjesht po përpiqem të bëj gjërat më të lehta kaq. Mundohu të ndihesh pak më e lumtur, të lutem. Unë po e marr një kafe. Ju bëft mirë. Faleminderit. Tani e tutje, ju do të bëni vetëm gatimin, zonja Xhemile. Mos e servo ushqimin. Vajza jote tani është nusja jon. Kjo gjë nuk është në rregull. Si të dëshironi, zotëri Omer, ju, por jam e kënaqur me pozicionin tim. Sot ulet Alena, nesër do ulet Feraje. Nuk e kam problem të shërbej vajzave të mia. Më falni, s'po kuptoj. Çfarë do të thotë kjo? Çdo të bëj Feraje në këtë tavolinë. Zotëria tash më vjen shumë keq kërkëngjes. Kur erdhe mbrëm dhe kërkove bekimin ton për të martuar me Ferajen, unë mendova se e dinin që të gjithë. Mund të largohesh. Sigurisht. Ju bëft mirë. Baba, ti e dje këta? Po, e dija këta. Dhe tregova respekt për vendimin e nipit tim. Prit pak. Tani, a do të jem kunat me Ferajen? Mbi dhe gojen. Urdhëroni? Vazhdoni, pse shikoni? Ata do të zgjidhin këtë çështje si nën e birë. Nuk e dija si mund të t'i tregoj respekt një vendimit të tillë. Respektoj ata që e meritojnë. Të paktën ai nuk e solli vajzën pasi u martua si frigacak ashtu siç bëre ti. Ai foli si burr për qëllimet e tij. Ashtu? Shkëlqyeshëm. Pra, është ajo vajzë e denjë për familjen tonë? Ajo është. Ferajen e njohë që kur ishte fëmijë. Ajo është një vajzë zgjuar. Edhe me një njerëz të tillë, ajo nuk e humbi rrugën. Dhe asnjëherë nuk kam dëgjuar të jetë bashkë me një mashkull. Ai dëgjon atë që thua gjysh. Unë ndjeva e ofenduar. Nuk isha aq i interesuar për ty. Ti ishe një vajzë e madhe kur erdhe. Por Feraja u rrit në duart tona. Ajo mori edukimin tek ne. Sigurisht. Jam i sigurt që është ashtu. Ti pse po flet ashtu, ha? Sigur do të thuash diçka. Çfarë ke në majë të gjuhës? A di diçka për të? Gjyshi, vëlla jam ani ofendua se ke përkrahur më shumë ateshin. Kjo është arsyeja pse nuk mund të them se ka gabim. Po në mos e zgjasim. Apo jo? Nuk ka nevojë? Kushdo që sillet kështu,
Unë përgjigjem në përputhje me rrethanat. Nuk ka asgjë për të ofenduar. Kujdes me fjalët e tua. Peraje do të bëhet gruaja e vëllait tënd. Ti do t'i trajtosh me respekt. Pas meje është vëllai yt në këtë shtëpi. Edhe ti do të bësh të njëjtën gjë. Sigurisht gjysh. Nuk ka nevojë ta thuash. Ju bëft mirë ju. Edhe unë më gopa tashmë. Ju bëft mirë. Edhe ti shko me njëherë pas ti. Bishti i vogël. Vlla. Çfarë sjellë ishte ajo, vlla? O ka nik nga koka ime, nuk do të... Jo, do flasim. Cili është problemi yt? Problemi yt, më trego për të. Unë duhet ta di, unë jam vëllai yt. Më trego për këtë, vëlla. Më shiko, fol. Të thash shko dhe fol me vëlla Ateshin, ndoshta ai pastaj do të heq dorë nga martesa me Ferajen. Ti the se do të ishte çnderim, kjo nuk mund të jetë kështu, vëlla. Të lutem. Me zi mbyllë këtë çështje në darkë. Kohët e fundit e ke fyer vajzën. E di, çfarë sjellë ishte ajo, vëlla? Hë? Nëse e përfshin gjyshin në këtë, ai do të na ndjek me një armë gjahu. A je i çmendur? Çfarë po përpiqesh të bësh? O kan, di shumë mirë se çfarë po bëj dhe se çfarë po them, në rregull. Ti mos ndërhyj fare. Ti po fsheh diçka. Me siguri e duke fshehur diçka. Çfarë po fsheh? Hë? Vëlla, kjo është mes meje dhe Ferajës. Çfarë do të thotë kjo? Shikoj, e di që e ke frikë. E di, nuk ke nevojë të kesh. Asgjë nuk do ndodh me ty, në rregull. Vëlla, mendon se unë mendoj vetëm për veten time. Pse po sillesh kështu? Kanë më lërë thë ik. Çfarë do të thuash? Më lërë, në rregull. Po mendoj për ty. Çfarë do të thotë mos u shqetëso për këtë? Ti je vëlla im, sigurisht. Vëlla. Kjo martesë nuk mund të ndodhë kur. Tani, merr atë vajzë në telefon dhe thuaj se ke ndryshuar mendje. Që u bë një problem i madh dhe thuaj se nëna jote është shumë e pakënaqur dhe nuk mund të martohesh me të. Ti japim disa para, ajo të blej një shtëpi dhe le të jetojë lumtur. Nëna ime, s'do të heq dorë nga vajza që propozova martesë, sepse nëna ime nuk e do. Matje ti ngëllon shumë çuditshëm. Ti nuk je mirë, eja. Eja u luktu, le të flasim me qetësi, eja. Eja. Nuk mund të martohesh me atë vajzë. Shikoj gjendjen time. Nuk mundesh. Shiko mua, shiko që më bëre. Ti e di që jam me smuk. E di. Dhe prandaj u ktheve. Nëna ime. Ti erdhe për mua. Mirë. Shikoj gjendjen time, shikoj si jam. Në fillim jam Ani, tani ti. Më shkatruat. Ju keni bërë në një marrëveshje. Ju doni të më vrisni, të më vrisni. Të lutem, mos u bëj kaq dramatike. E dua dhe do martohem. Kaq. Ti, a e di sa i veçantë je në zemrën time? A e di apo jo? Nën. Mos, të lutem, hiq dorë. Të lutem, hiq dorë, të lutem, mos. Hiq dorë prej saj. Askush nuk mund të ma bëj një gjë të tillë përveç teje. Ndryshon mendje, të lutem, mos e bëj. Në rregull. Shikova se sa jam i lumtur. Nuk jam mashtruar. I propozova martesë sepse e dua, po pra po martohem dhe kaq. Të lutem. Më shiko mua, të lutem. Ç'ke? Mos e mërzit më veten për mua, në rregull. Po ti e di që e drita e syrit tim. Baba yt ishte dashuria ime e parë dhe ti e dashuria ime e fundit. Në rregull. Të dua me gjithë zemër. Ti e gjithçka për mua. Ti e gjithçka që ka. Ti je ai që dua më shumë, ti je i preferuari im. Ti, sa kohë keqe që dronë atje. Birë, nuk jam fare mirë. Në fillim ti, pastaj vllai yt, më shkatruat. Nuk ka nevojë për shpjegime. Sa po dëgjova një fakt që e kam ditur gjithmonë jetën tim. Yaman, nëna nuk e di se çfarë po. Nuk e nevojë të më ngushtosh sikur një fëmijë mua, pse bëj këtë, nuk është e nevojshme. Birë, nuk ndjerë Djali mirë. që shpran te.
Përqafoj tani edhe do të kaloj. Nuk jam mirë. Nuk jam mirë. Në rregull. Në rregull. Në rregull.